Ky emision përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje miqtë e mi të dashur, po takohemi sot me mu Flora Krelanin për t'ju treguar disa nga receptat e mia, të cilat unë zakonisht i përdori. Janë edhe pakës thjeshta dhe pakës komplikume, varet prej disponimit. Kështu që sot për ju kam vendos me përgatit supë brokoli, së bashku me pak meze shumë të thjesht, me vezë të ziera, të majonez, pak biber të zi dhe qep ose hudër mundeni me vendosu sipas preferencave të juaja, sepse ka dikush që nuk i han këto, ka dikush që i han shumë. Speca, të cilat i zim bashkë me brokolin dhe kërpudhat dhe bukën e thekur, dhe më thonë e lojmë si që është, ose mundeni me nxe. Kështu që po vazhdojmë së pari me supën, të vendosim supën edhe vezët të cilat duhet me i zi. Okej. Me një temperaturë më se minimale, se unë e nona krejt në këtë rast. Okej. Marrë dhe specat. Pastrojmë edhe këtu dhe një herë. Në mënyrë që t'i heqëm bërthamat vogla. Minimalisht më të vogla, jo shumë të mdoja, se edhe zihen pak më shpejt. Gradualisht i fusim të zihen bashkë me brokolin. Shkojmë karot. Mundeni do të thotë më përdor 2 karota ose 1. Po duke e marrë parasysh që mjafton duket 1. Dhe i lini më u zi, so minuta që të shini ta që dushme. Okej. Fusim edhe karotat në supë. Edhe unë preferoj me qitë edhe pak me lmesa në mënyrë që ta marrin shijen tamam qysh duhet. Vaj vetëm shumë pak. Okej, mjafton kaq. Përzim.
Për më uzi pak ma shpejta, normalisht që duhet mja vendosë edhe kapokën. Vezat, edhe 2 minuta ndoshta më pak. Pja vendosim edhe disa kërpudha, United of Zarzavate. Mu më pëlqenjë shumë përgjithësi çka ka të bëjë me perime. Dhe sidomos gjithmonë kur pregaditi gjona gjelpta. Për të ëmbla nuk ja them fare. Se nuk është që më pëlqejnë shumë, kështu që çka do që të bëj gjelp. Vetë janë zi tashmë. Po bëjmë gati mi servir me majonezin edhe një melmes tjetër. Supës ja shtojmë edhe një supë, do më thonë të gatshme, mënyra që shë ne. Okej, qështu. Përzije. Edhe e lojmë për disa minuta. Vendosi edhe pakës krep, që ka nevojë. Me që është me një masë ma të madhe, normalisht që duhet krep pak më shumë. Okej. Besoj dhe 2-3 minuta nuk ka nevojë për ma shumë. Okej, vezët I qërova, edhe tash duhet me I përzi, njëherë mi pre, mandej me I përzi me majonezën. Edhe I përzini me një melmes që fare të keni dëshirë jo. Cila është ma e preferuar juj. Ta marrim një enë në cilën mundemi me I përzi vezët me majonezë. Okej. Vazhdojmë që pakës krep. Ta pëllu gati, në mënyrë që mandej me servir me bukën e thekur. Ndërkohë, shojmë supën. Okej, ndalim. Për me bo, mos me lonë komplet perimet në këtë mënyrë. Po I vendosim në mikser e cila I plunë dhe e bën krem supë, do të thotë. Okej, mjafton kaq. Vazhdojmë me plu. Vazhdojmë me servir supën, krem brokoli.
mjafton. Marrim pakës majdanoz. Ndona me marrë një farë lloj dizajni të bukur me abo. Olo këtu. Marrim edhe një enë pak më të madhe me servir vetë e zime dhe bukën e thekur. Bukën e prejëm, marrim pak riskat më të vogla. Pakës vaj ulliri për mbi bukën e thekur, në mënyrë që t'ja jap një shije pak më të lezetshme. Okej. Pak oregano. Atëherë kjo ishte receta për ditën e sotme. Shpresoj t'ju ketë pëlqy. Momentin kur provoni me bo, kisha pas dëshirë shumë me ditë nëse me të vërtet ju ka shiju. Kështu që vazhdojmë në emisionin tjetër, ku do të vazhdojmë me një recetë tjetër. Kalofshit bukur.